Allah subhanahu wa ta'ala në gjitha krijesat e veta që ka kriju, qofshin në qiell, në tokë apo në det, ka vendosur rregulla se si duhet sjell, dhe i shef se sa precize janë lëvizjet planetare, dita se kalon natën, as natës del para ditës, por gjithmonë ndrojnë njëra tjetën duke respektu rregullin që Allahu Teala ja ka dhënë. Po ashtu edhe njerëzve Allahu subhanahu wa taala u vendosi rregulla që nëse këta i përmbahen këtyne rregullave do të kenë lumturi dhe rahatin këtë botë, e nëse i shkeli këto rregulla, zemrat e tyre do të jenë jo të qeta. Në familje nuk kanë me gjetë qetësi, në shoqërinë e tyre nuk kanë me gjetë qetësi. Në asnjë pore të jetës së shkurt në këtë botë nuk do të jemi rahat nëse shkelim ligjet e Allahut Teala. Edhe sikur që thanë dietarët Islam, Allahu Teala i ruajti 5 gjëra. Feja islame erdhi për të ruajtur 5 gjëra që kanë të bëjnë me njeriu. Islami dha prioritet rrugës së dinit të njerëzve. Nuk ka mundësi që dikush ta çon veten njerin plot kuptimin e fjalës insan nëse nuk ka fe. Nëse ky se njeh krijuesin e gjithësisë dhe krijuesin e vet, s'ka mundësi me u thujt se është normal sikur normalitetin që ka kërkuar Allahu Teala. Prandaj Islami të arun fen, në dy të arun logjikën ose mendjen. Islami asnjë urdhër që e ka urdhëru apo e ka ndalu kjo fe e pastër Allahu Teala nuk ka ardhur ndesh me logjikën e shëndosh. Të gjitha kanë qenë në përputhshmëri të plot me natyrshmërinë e logjikës njerëzore. Andaj të arun dinin, tarun mendjen. Ç'është tarun dinin? Po Allahu ta ka ruajtur ty Kur'anin dhe është i pandryshueshëm deri në ditë gjykimit. Ta ka ruajtur sunetin e Muhammed Mustafa se për këtë kishte garantuar Allahu Teala. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kem zbrit këtë përkujtim, këtë din, këtë Kur'an dhe sunet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe ne do ta ruajmë atë, tha Allahu Teala. Andaj tarun dinin, tarun mendjen. Asnjë urdhëres që bie ndesh me logjikën e shëndosh se urdhëron dini, përkundrazi e ndalon. Asnjë ndalesë nuk bie ndesh me logjikën njerëzore. Shiqoni sistemet që të ashtu quajtura demokratike, se si lejojnë për shembull homoseksualët të martohen, që bie ndesh me logjikën njerëzore se nuk ka mundësi të riprodhohet lloji njerëzor prej gjinisë së njëjtë. Islami këtë nuk e bani, përkundrazi ndaloi çdo akt intim mes personave të gjinisë së njëjtë, qofshin mashë me mashë apo femra me femra. Nuk bie ndesh asnjëherë me logjikën. Dhe sa ata të cilët thrasin sot për kësi liri, kjo është mendje e çorroditur e cila fare nuk ka të bëje me mendjen e shëndosh. Homoseksualizmi në për enciklopedit Kombet Bashkuar të Shëndetësisë deri në vitet 80 ka simbolizu dhe është shkru si smuje psiqike. Pasene, deri sa janë ardhur do pederan, me i danë dhe i kanë hek, jo kanë thonë, që kjo po na pengon, tash çfarë, para 2-3 vjetë e dini gazet ditorës, më du mja përmend emnin, e bani shpërndarin e fletushkave në muin maj, në qëtë muj që jemi, e bani shpërndarin e fletushkave në ditën e pederave të dynjas, dhe atana që thëshin se haram homoseksualizmi i quj ke këtane të smund. Që ka bje ndesh me logjikën? Islami këtë se ka ba asë njëherë. Sukur më arë tash që për lexoj për shembull në Gjermani, në për Austri, në për vende tjera të perëndimit, baba vjen edhe bën fëmijë me çikën, edhe me thon dikush na e lypim të drejtën mu martu baba me çikën.
Na e lypim të drejtën tjetër par, I pash vlla dhe motër në Gjermani lypin të drejtën e tyne për me u martu. Incest familjar. Dhe para mendoni tash dikuj miotek që I ka leju homoseksualt mu martu me thonë edhe kjo drejtë e tyne, në të martu djali me nonën, baba me qikën, në të bëjnë fmi, vlla me motër, çka të dëjnë, në të bëjnë së është e drejtë e tyne. Dhe për çdo ditë mendja e çoroditur qet çorodira në mejdan. Pikë tjetër që Islami e ruan është e ruan jetën, e ka të garantuar rujtjen e gjakut në shoqërinë islame, secili person, musliman qoftë ose jo musliman, nëse është qytetar në shtetin islam dhe I paguan obligimet e veta të obligume që I ka, sikurse që e ka gjizjen, ai e merr statusin e ehli dhimme, ati I garantohet malli, I garantohet nderi dhe I garantohet gjaku I tij. Përveç musliman, edhe jo muslimanëve ju garantohet një gjë e tillë në ombrellën e shtetit islam. Do thot gjakun e kitë mbrojtëm prej dinit, kërkuj zguzon me dar gjakun e as kuj pa të drejt për shkak të një nervoze e cila ka zgjidhje në tjetër mënyrë të merë hakun me vrasje, sikur që po dëgjojmë aty këtu që njerëzit vritën dhe me vetë. Pikë tjetër po ashtu që Islami ka dhënë prioritet dhe e ruan është pasardhësit. Prandaj ka kërkuar që mos bëhet fëmia I zinas, mos të ketë kopira, po të ketë fëmijë legal të cilët janë si rrjedhoj e dashnisë së dy partnerëve në një nikah ose në një kuror. Do të mu ditë ka bab, jo marrë gruja me fjet me 10, 15, me 3, me 4, e masene hajde me shku në për doktora me këqyr, ADN-e ku jo se spedi vëlla qatë natën e me ka qyr, qatë ditë kom hec me plët. Islami lip kurorën për këtë punë, për me ditë njëri ka e ka hall, ka e ka daj, ka e ka teze, ka e ka aq, ka e ka bab. Dhe mesene me nga, kur t'i bën 20 vjetë me I lyp babat, shka në Gjermani e shka në Kosovë e sedë. Për para vishë për Gjermani se perëndimit me lyp në Kosovë në I bab, që tash na kena me lyp ka Evropa babalartë. Edhe ish nuk o përqesh për arsye se është e vërtet që shumë prej femrave tona kanë bë harame të mëdha e zinas edhe me ndërkombëtarët. E mas nene kur ta sheh shqiptarin me plis, to e lyp babën në për Afrike, to e lyp në për Azi, sytë e kinezit ose sytë e të bardh ose të zi ose çfarë di une, duke e lyp djatë çmajt Islami këtë ka ndalu. Prandaj edhe për pikave që ka rujt ka qenë rujtja e pasardhësve, e rodit. Me ta rujt llojin, familjen. Mos mu përzi. Po dën filane shkon bën një qah. E jo si kur njëri xhamis më thirr në ora 9:30. Hajde hoq, për shka një qahen me abo djali, po në djalin tënë deri dje, non stop të e pa me qika, qëfar një qah, qa ka bo deri dje në të bëjë dhe sante? Haji e feni. Djali që ta ka kry me dresën, la per djali. Dhe masa jo hoqja rand po fol, për kësine nuk ka rand me u kalzu njerëzve, se për fat të keq të ne, të rinjt dhe të rejat, shëtisin, djali me vajzën, dalin, shëtisin, flen, qka zbajnë, se të fejum janë, hajde në fund me bom, një qah. Që atëherë ju bëmë, që e bëmë të lovin, atina të lovit, a i ka bo salonin e darsme se ka rezervu, e ka rezervu të gjitha që ka jo dasht edhe ashqit, gjellët i ka rezervu, si ka harru edhe lodra gjitë, mi ardë lodrat, të gjitha i ka rezervu, në fund i bjermant, a nga me gjithë tash një hoq me në bo një qah. Hajgare po bëna? Qëfar një qahaj që tash? Bova ki ka arë 3 mush, 5 mush, fmi kopilu ka nis. Dhe të ne prindet e gjanë shumë gjanë normale, Allah që o dalë qika, ku dalë, që me të fejumin e vetë, a kanë një qah, jo, pësa duhet ta hala heret njëherë. Njëherë në të njëherë në me të vetë, në të këqyrin sa o gjanë, sa o gatë, sa o hullë, sa o shteheshme, që shë, mas nene. E gjithdo se në të marim të ambalazhume, të mshel, kur kujës shkon njerë me qelë qipsin me hongër, jas për më pëlqen të alaj. Ka ambalazhën e vetë. A shkon dikush me marë qelt, dhe shkon me marë, kur kush qelt. Këtë e lypin të mshel të ushqimin. Qilja bastanit i për me pa që është i kuq,
Edhe masene, a ke pa nej mishtëri me thonë që të bostani që tu që ka nej që gjysonë pluën që to ama, se ko ka i kuq. Këtë e lypit më shelt. Nësa ku vjen puna, për me bën zina, po një herë të provoj me masnene të shofim, apo përputhet, as po përputhen mendjet tona njëni me tjetër. Prandaj është shumë më rëndësi rrujtja e pasardhësve. Po të fejum, po që fejohën edhe masnene, jo, se kena pas që i kena martume, o që fejume, o kone që fejume, e shpume. Qka dush thuj, mëse nga me i qu në për doktora edhe me i kep, me i manë qaft të tjeret, Zotin arrujt. Edhe kësi gjana, për njim, shkone për ginekolog, nëse sa shumë e përpunume, po baj ka mu kep. Subhanallah, në qëfar situate kem ardhë në këtë zaman, dhe e runë malin. E daruriat il khams, nevojat 5 gjërat që të runë, dhe thët është të runë dinin, të runë gjakun, jetën të runë islamit, të runë mendjen, të runë pasarsin dhe të runë malin. Dhe teme jona sotit është mu për këtë fundit. Për arsye se shka se kemi ndodhine cila ndodhi dje mbramje, dje prama, jo prama, po dje prama që ndodhi në Prizren, ku diku 4-5 xhamia bëhen objekt i sulmit të hajnave të Prizrenit. Shtëpiat e Zotit sulmohen prej hajnave. Dhe mesin e tyne dhe xhamia janë. Dhe do të me i prunë polis, me i këshyrë gishtat e këtyne pis hajnave për me i këshyrë cili është hajni. Paturpsia ka arri deri në atë mas, sa që neve detyrohemi shpesh herë në përderse tona, mi thonë të rinjve tonë, gjemative tonë, ju lutem ndihmën mos merrni kput shtrajta se ja u vjedhin hajnat. Ju lutem verës mos merrni patikat shtrajta se ja u vjedhin hajnat. Nësa Mileti ka qef mi thonë hajnë vetëm qeveritarve. Na morën qaf, Mileti s'ka faj, ata janë hajna, hajno ky popull o shqiptar. Hajnë jena na, kret jemi na hajna. Po ku su vëdh? Hajnë cinin vend su vëdh? Në spitala, kem dëshmitar spital Prizren u vëdh, gjitha jark me 100 kila e vodhë, takar, e qita për jashtë. U vëdh posta. U vëdh ku vëdh, policia u vëdhën. Hajni, hini edhe te, polic të hini. I hupi drogën, i hupi paret edhe hajt lype bas, ti tash mush me e gjetë. Hajni, ka mos. Ka mos hajni. Dhe ha mos fal mëse për hajni. Jo valla vetëm ai që ka post, ai është hajn. Pse me të ndera po bën hajni? Është e vërtet. Po bën hajni me pranim të punës, se po të lypër shvet. Po bën hajni këta po atë formë, tamam, mi po na, jam i saglam. Jo larkë shpis teme, kom një market, të bo bised me tana, jo, Mileti jena mirë, jo, mos përzi, ata janë të këqina, jemi të mirë. Unë i thash, dilnja 2 sahat në për Prizren shëtit, na po të arrujnë dyqanin. Që ishta me rujtë? Thash, na, Miletit, kusht vjen, ne të merë, qka të dënë, edhe ne t'i pagun pare, t'i len narkë, trak edhe hecë, jo, që për 15 minuta shkën. Po t'ja ndrove fetfane, t'i po thu Mileti i mirë. Për me dita e ki Miletin hajnë, provon qëtë forë. Leje. Kështu ka qenë haqjit tonë, gjyshna tonë, kur shkëshin qabe, dhe atë zaman e kam rrënje dhe une, dyqanët rrishin qelë. Veq e vejken një pe. Qështu? Me ken Medine. Edhe qfar? Po e len qelë. Emanet Allahit po shkam po falë namaz. Edhe po kthehet. Po e vazhdo punën, pa ju tut kërkuj. Dosa te nesot, për fat të keq, vidhet, ka mos, vidhet në për shpia, hynë me maska, pa maska. Këta opet janë halazat dhe hajna, këta barën po rëzikojnë jetën. O ma i keq o qenë që në karrik të rritë pozitës edhe të vjetë kretë. Se kjo opet diqka ka rëziku, helbete mund me atrus dikush në i plumë kry. Vjedhin shkolla. Filan shkollën u vodhen ditarat, filan shkollën u vodhen kompjuterat, filan shkollën, hajna. Vidhni.
Pëse një muhabetin e hajni që i shishmot, mileti jo kënena, valla ti shakon edhe unë e si ajë drejto, edhe unë e kësha bo që atane. I njën hajnat që kanë bo, po edhe këtyne që i shishmohet me e bo edhe pse se ka bo. Edhe thot, valla ti shakon edhe unë vend ti, edhe unë e kisha bo atë, qëfar aj ka bo. Dvjedhin shaktet e rrugës t'i vjedhin, ekrat në për rrugë. T'i vjedhin shetë e komunikacionit t'i vjedhin. Hajni ka mos po vjedh. E she komunikacionit 30 ka qenë kufizimi, kur shkon nuk ka polici tërt nalë 35 euro paguj. Pse e këtë kufizu? Ku e kishe e kanë vjedh, po thotë, në qatë boje ky? Vjedh, aj vjedh ky, edhe aj që blen hekra, bo shajrë, ti që ke vjedh, tëne që pët pagujën e 1 euro, 2 euro. Vjedh shaktin, sa ka të njerëzit. Hajkuna met shakt në qytet njëve, ato të kanalizimit. Hajkuna metën ato hekra në brojtë, se për mës me të sharru koma, mës me të prish kërë. Në kateron të vjedh. Shkon pak qytetit, ta është kanë nis ato shtyllat elektrike të hekre, maron të hekre, edhe që ato në për vjedhin. Hajni në megje, e shenini të ka hi megje, i ka shu dhënd, hinë mranda. Dvjedh punëtori, i ka vu kamerat, po më tregon njani, tha kamerat, njërë tha 50 e kësur vjetë, i martu, me fëmi, sta mërë mendja, hoq, punëtori, tha, pesho njani po më vjedh, spedi, vendosa kamerë, kur pesho, laperi 50 e kësur vjetë po më vjedh. Unë të dyshu dha të do të rritha, ky cari i më që më ta i shkon të vjedh. Që me bo mësëne? Edhe opet i ka ardhë marrë, mi thonë, për hajnin, për të qesë, hajtë se s'kam shumë punë, kur të kam thrasë opet, hajnin, me thira opet. Hajtë që s'ka marrë, a i banë këto, se ka dertë. Neve për fatë keq, ka mos i kemi hajnat që tash, ka mos i kemi hajnat. Ishti dhenë me gjithë huj, shkon zapton me gjithë huj, nin tjatë të shmajt, vjen ta shpraz një traktor zali në orë, trak, hajtë ti dilë mas të në heke, thotë e jeme, a ka binone që ma hek. Shkon ja blen tokën, kurse ja ka ble, sa veta kom nin për Izren, që janë marë me kësi pun, edhe kur mos ja u ka dhon pronarve të tokës, ja u ka dhon parë. Plus ju ka kërcnu, dvraset, lujet, fareje, me bo me ardhë një heret e dera me mlypti mu pare. Hu prektuit. Zullumi, skej, nuk ka, vidh, këpuc, vidh, telefona, ka mos, a i vjedh këpuca, a i vjedh patika, ky vjedh telefona, libra shëqys për vjedhe, kërkuj s'piduen librat. Jo një hajnat i kanë këshyr, këtë i kanë qelë dolap, kur për këshyri, as një libe se ka prek, se gjahili, që a i vi libre. Pa dhe Allah i ka folë për gjahilat, ka thonë shembulli ty në arë si shembulli gomari qofshët ndërum, që i banë librat e zdi që ka të bajt, që qështu jenë disa. Qështu kemi edhe që si gomarë edhe në përshkollat të shku qantën e ka, shkon hizde, pytet i qka kur gjozdi me të kalës. Për fatë keq. Amo librat jo, mashallah, nuk ne i kam prej këto librat. Amo së fras për vjedhje të kerrave, për vjedhje të lobëve, sa veta në përkatunde pjo hupin lopët. Ani zonat kufitare, hupi lopa. Qysh mëre hupi lopa vëlla ma vodhen lopë. Hupi kerri, përshka hupi kerri kanë marë për të sopa se sende, e kove të fundit besa dhe hupi fëmija përshka vjedhjeve të organeve. Hajnien, katëran. Aj vjedh, ky vjedh, shkon me blesa, ndaj të vjedh, më fanë falë se dita kusurin. Dvjedhën në pesh, e lexon në gazet, thot, në vend se me ishit 25 kg mill, pishet 23 kg mill, e matë dikush thesin e millit, sa ato ble, sa bot që kë 25 kg që ka, kërkuj s'ka shku me qitë në kanal, kur po thot, 23 kg ka shit filan fabrika, filan qytetit, s'pëdu tash me i përmend, hatri aty në qytetit. Vjedh aty, vjedh, e Allah, një miletit, hajnë, si gjykur mileti jonë, që ka vjedh, ja vjedh, e buka boha që shtaki brumin, o vlazni. Brumi i këti pople, që shaj vjen kry,
Hazreti Omeri ka thonë, kema të kunu, ju alla alejkum, qysh jini, ju vjen mbi kokat tuja. Prandaj po i themi atyne që janë tu akuzu për hajni, në për pozita që janë të nanajt në qeveri, fut në londën e mësim besimit të them stop hajnis. Po hajni si pëlqen polici, si pëlqen hoxha, mi thonë është haram. Dhe ata të cilët e refuzojnë futjen e lëndës së mësim besimit në për shkolla për të rregullu besimin dhe moralin e popullatës tonë, ata automatikisht sipas neve janë të akuzuar për amoralitet, për hajni edhe për mosbesim. Automatikisht. Dekse ti s'dën këtë, ti ki diçka kundër dhe ty të pengon që me arë një hoqë i cili ka sjellje të mirë dhe me ul bashkë me kolegët e vetë, mësimdhënësit si tjerë në shkollë dhe për të bisedu për çështjet e fesë dhe për të mësu ardhmërinë e kësaj shoqënie që çka është e lejuar dhe çka është e ndaluar. E kur s'ka mësim besim të nderuar vëllezër musliman, atëherë futet hajni edhe në xhami. Se i ka pa në televizor që në përkisha qesin pare, dhe kujton se xhamia o kisha, hi se di që shqiptari kur xhamis qet pare. E sokon kur xhami mi pa xhamatin me këta qesin pare as qesin pare. Do gjap mi lut, o musliman apo jepni pare. Haj që aty në qitin janë 20 cent. Edhe për kundër kësaj, alhamdulillah, ka dhe musliman të cilët veprojnë si duhet dhe japin, kontribuojnë për këtë din, por numri i tyre për fat keq është pakic. Dhe sa Rasulullah s.a.s. tha el muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yadihi, muslimani vërtet është ai që muslimanët e tjerë janë rahat prej dorës ti, prej gjuhës dhe dorës së ti. Sot muslimani ta shan nonën, sa ka ku jebe nonën, shok i klasës nonën ta shan, tezën ta shan, motën ta shan. Çka të gjen rend? Që kem thonë në herë në përders edhe baskin, kur im shan baskin, nonën e baskis, edhe baskin e shan, se ka moza nonën. Për fat të keq. Sharja është kahmos, nënçmimi është kahmos. Dhe na u bë pjesë përbërse, ndërsa pejgamberi sa për muslimani vërtet është ai që muslimanët janë rahat për gjuhës ti dhe dorës së ti. Qoftë me të mshu, qoftë me të vjedh, qoftë me të vra. Për gjuhës ti nuk rren, je rahat, nuk shpif, nuk të përgojon, nuk të nënçmon, nuk të shan. Për dorës ti nuk të re, nuk të vjedh në mall, edhe nuk derdh gjakun tënd. Dhe e ki rahat edhe vetën, edhe nderin ta. Sot për fat të keq, të gjitha shtëpiat duhet të mbyllen. Edhe ata në dyrt normale s'pi dalin boll nga që tash me dyrt qelikut. Para disa ditë lexuam në media, në 2 natës në rrethin të Prizrenit, i kanë ardhur njerëz në 2:05, 2:10 natës, janë fut me maska dhe i kanë vjedh parët, me automata, me maska, me sa. Në 2 natës pim shën zilës, po del njëri, hajnat me izën, po hinë mren. Në ora 2 natës. Dhe muslimani po duhet më utut, me mendu se kush është në ora 2 natës, i cili vjen edhe e bën hajnin e vet, edhe e vjedh një musliman. Sot, hajnia konsiderohet zotësi. Për fat të ketë sot, nëse një funksionar, nëse një tregtar, di me vjetën, vëllai zoti jo që këfahera, qysh ta bën dallavere, nërsu i sënë e merë veç, i zoti jo të cara, halal i koft. Ky halal ja bën në mënë zotit. Dhe sa e cilin nuk di me bë dallavere, nuk di me vjetë, është i drejt, kam pas raste këtu në talebet xhamis tonë, ka thonë ka qitë mu zotnia në pazar, shit shakpuca, pse s'po di me rajt për këpucën, mi thonë, po mërët likurës janë, a këto s'kaj. E po të qëtë zotnia, del, se s'po del të me rajt. Hec. Vjedhja sot është marifet. Dhe a i cili vjedh, sot e qujmë i zoti. A i cili të kalzën drejt, i thojnë, gjëna, gjëtërëm o pak në kry. Gjëna me tarë. Qëta vetë të këtë kalzën, si budol, si fëmija është. Sot më konë musliman i sinqert, thojnë i smund në kry. Se këto qëka ta vetë këtë kalzën.
Thuj i kajt o ky malli ky të kallzon, valla që shtu në është, i që ti vendit. Edhe si të kallzon drejt, që ka në i mangësi, a i malë me një herë kanë me akuzu se ky së është saglam kry, nësa ai që di me të përzitu me një herë, edhe me thonë, po mëre, originale është Adidasi, unë e ty kështu në komentar, hajt, deri në fund, a ky saglam. Po kallzon njëri, tha, sa ata pa shesoq, pi thamë, vallaj, nuk fitoj ma shumë se 1 euro, po thot, lebe mos rrej. A i qetëri, tha, pi kallzon, tha, kret kontra, ati pi beso, që ky po tamam, po kallzon, ti po thot po rren. Për shevet kiametit, ka thonë Muhamedi selam është, kur do t'i thuhet rëncanit, po fol drejt, ai që fol drejt, kam ju thonë, po rren. Shaj kiametit. Dhe na jemi sot dëshmitar të këtyne shajeve në mas të madhe që janë duke në ndodhë. Dhe sa ty nëse kërkohet, vlla jam me vjedh, mos gabon me nejt në atë vend të punës, lësho punën, dhe mos ju frikso riskut, për arsye se Allahu Taala ty ka me të qu risk, thot pejgamberi alayhis salam, men taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan min, kush e lë një punë për hir të Allahut, Allah e ka mja kompenzu me më të mirë se që e ka lënë atë punë. Le ja marr me haram, largoju, Allah e ka me të qumë më të mirë, s'po të thot ka me të qumë më shumë se që ke pas, më të mirë se që ke pas. E mirësia nuk matet vetëm me sy dynjas, po në kiamet, në ditë gjykimit, Allah e ka me të dhonë ty të mira dhe ka me të shtu begatit e vetë. Le, Allah e ka me të qumë më të mirë se za që ke pas. Për hirtë Allahut le. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dhe tha Allahu Taala, kush i friksohet Zotit ti, Allahu i qel rrugdale dhe jep rrezik ka se ka prit. Pastaj Muhamedi alayhis salam kur u taku me Medinelit, prej gjërave që kërkoi për ty në t'ja jepnin besën ishte mos me vjedh. Ju tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, më jepni besën. Kur u taku në Bejatul Aqaba, më jepni besën se s'keni me i bë Zotit tu shirk, 2 s'keni me vjedh. Ja është ardhur zamani sot kur ta zgjedh kryetarin, ku do të qoftë ai kryetar, një përgjithësi ja. Kur të vjen, që bo adet me dhonë betim, mas pari thuj, betohëm Zotit, s'ko me vjedh. Alo, që të se nita, unë me thë, vallaj, s'ko me vjedh. A bësh du të me ushti që tëne, pasha Allah, s'ko me vjedh. U ka bo ma shumë normal me vjedh, dhe du të me thonë, thuj, bën betë që s'ki me vjedh. Se Muhamedi alayhis salam kështu ju tha, jip një besën, se s'kini me i bo shirk Allahut, se s'kini me vjedh, se s'kini me bo zina, dhe urdhna të tjerë. Për gjanave që kërkoj ishte mos të vidhet, se u kërcnu Resulullah s.a.s. dhe tha, momente kur njëri bën zina, në atë moment nuk është mu'min, nuk është besimtar, imani qohët prej trupit të ti, del jashtë, Allah në rrujt po me bën me të ardhë Azraili, me leku i vdekës, me ta ma shpirt. Imani nuk kanë trup. Imani s'mon me nejt me një trup të zinaçarit. E pastaj ne ka thotë Resulullah në vazhdim të hadithit dhe ka thonë, imani nuk rritë hajni kur është të vjedh. Qësh më konë imani ai që ka hinë këtu në xhami me këshir me vjedh? Ani pëmdhime që ka dalë bësh, kur gjas ka marë? Ka kujtu ku me di që ka me gjithë këtu. Kur gjas ka vjedh, veç në ka bo dëm, ka pak që i kam shu, dyrve ka thyë sende, për me meret me tu. Kur gjas? Përveç që i ka hup të Allahu Taala, ka sulmu shpitë Zotit. Shpia Zotit, para me ndoni, duhet e ne, mu mbyll, gjamia. E masane vjen një ruktar, vjen një musliman që ka pas pun, ka qenë shkollë, së në ka falë namazin, s'ka vend ku mu falë, se gjamia ti ka të mbylltë. Pre kuj po ruhen muslimant, pre kuj po ruhen shpit e Allahut, pre atyne që kur po desin po vinë këtë shpi. Edhe bëdhen vetin musliman, këti hajni, ka për më rëgjujën bërlok këtëne. Dhe për përsëris 700 herë muslimanve, atë njëri që e din që ta shanë Zotin, se për një fjalë për disa të rive, baba ja shanë Zotin, ta bofsha ta kthefsha atë Allahin tëndë, e pejgamberin tëndë, kjo kufër, kjo të qetë sërnisht. Nëse vdes kjo qenë, me kësi imani, me kësi besimi, kjo djali du të mi thonë, hoqës, s'kini ju këtu punë, këti du të me dzes, me ashkrujt milorade.
Ky shka të Miloradi, të Gjenemlit, ama babe kom, babe ka pasur dhe sahabia në luft Bedrit, po kure ka pa që nënën e qafirve për lufton kundër Resulullah s.a.s. dhe ovra, e ka marrë dhe zhak të e qutë, a i bunari i thatë, ku janë konë trupat e 70 mushrikve të vram luft Bedrit, dhe pa Resulullah s.a.s. dhe e pyti, tha, a nuk për dhim se të baba. Tha, vallahi deri sot kam pas shumë frikë mos ata këj karshi, dhe kam menu se o burri meqëm dhe kam e pranu dinin, dhe kam e kuptu ka është hakuve që kërë kom pa në sabah. A nene karshi Allahit edhe Resulullahit, me gjithë qef për e qej këtë lesht coftim, aty në të coftin atë qirë. Iman, me dasht Allahun dhe pejgamberi e salam ma shumë se sa vetën, prindin ton, mallin ton, dhe vladin ton, dhe këtë qka ki. Që kjo është iman. Andaj gruja burin, lemrot motra muslimane, në telefon, thët burin ma shanë dinin, ma shanë Kur'anin, ma shanë shamin, spunën, pi bira, hargjën, bën haram e sen dhe qa me ba? Kjo e ka haram me nejtë, me këtë burë, se në momenti kur njëna palë bëhët qafir prishet një qahi. Përgjigja motrës qka është, thët s'kom ku me shku, prind s'pon pranajnë. Qetra ndahet prej burrit, i bën burri zullumqari klasit të parë, bën i mamlëk në rreth dikat një qytet afër Prizrenit, e marton për grut dyt, i bën zullume që menja zarar, dhe kur detyrohet munda, se pja merë kretë kur s'pe je u shqen, s'pe jep me hangër me pi, si qenin për man, këne hyp me rajt miletin, kur do të më këthyt e prindi, qod vlaj, thët me bo me arë, ma të fmi, ja pres fmin, nona baba, thënë, qa me bo, vëlla, për do të më prish me rejnë edhe me djalin, ta hong të maca, e qerit i hong të këta. Prindi ka thonë bitë, aj ko ka evlat, qika s'ko ka evlat, dhe hajde ti bënu hoqë dhe jep fet fama se qa do të më bo. Kur tjeton me një shtet zullumit, që nuk zbatohet normat e shariatit për me mbrojt të drejtat e njerëzve, kështu telefonata merë. Edhe thotë, së më pranon më kërkush? Se të ne nuk është haber me vëmi thonë, dinin ma ka sha dhe mu prish një qahaj me mu prish një qahaj me burin tem, se burri është qafir peshan zotin e Kur'anin e pejgamberin e dinin, të nesën të maramenën, unë dhe baba, që mjetë të lëvit kryt, kretë lam të abonën këta hoxalartë. Së në paramenën se është shkak për më nda për ati burit. Dhe gjdo kontakt me atë bur është zina. Gjdo qëndrim me atë bur është qëndrimi haramit. Hatër nuk kanë meselet e dinit, po në din duhet se cilit me i tregu se qka është. Thot pejgamberi a.s. Allahu e ka malku hajnin i cili vjedh nivo. Subhanallah, i malku. Haj, nivo me vjedh, nivo. Po sa hajni vjedh të vo, i merë i qërë në përqymezet katonarve edhe do me ta shqitë si vot katundit. Edhe kjo hajni. Edhe kjo hajni. Dhe aj që vjedh, ka thonë Resulullah s.a.s. është i malkum prej Allahut Azza wa Jall, edhe aj që e vjedh një litar, një per, një këtërkuz, një litar që e vjedh është i malkum prej Allahut Azza wa Jall. Te që vjedhin janë të malkum. Momentin e vjedhjes imanin nuk të rrinë trupin tënë, del prej trupit tënë, tha Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe shariati, islami, dini Allahu Teala ka para pa që ai cili vjedh t'i preje dorë. Jo Allah, shumë nërë me ashpër, mja preje dorën. I preje dorë sa Allahu Teala ka lypë. Dhe thot Allahu Teala në surat Maide, ajeti 38, es-sariqu was-sariqa, hajnit dhe hajneshës. I një të pa në YouTube që përdolin hajneshat të vjedh. E hajnat të vjedh, njëni vjedh laptop, qetra vjedh farmerka, qita ta në YouTube më stene. Mës me ta mal me, se cili ma zotni dhe zonjun se qetri. Me po hajn, e ka bo adet me vjedh. Allahu Teala thot hajnit dhe hajneshës.
Se mos kujtojnë të na që femrat janë mashallah zonja, ato zvjedhe, veçta po vjedhe. Faqta'u aydiyahuma, kputni o thot Allahu Taala durt të dyve. Cila prejet? Që kjo pjesë prejet. Që kjo pjesë, shuplak i kputet. Përpara kur s'ka pas injeksione me tampime senet, e kanë marrë dhe ja kanë shtin zejtin të val, ja kanë përzhit për mja nal gjak derdin. Se kur të prejet dora, sistemi nervor është vetëm lëkur, ajo mrena nuk nin më kur gjo. Edhe bëjrën, bënu i brej, edhe para miljetit ta presi. Para një kohë isha të lexu një hulum tim në Amerikë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, hulum tim psikologjik po thot, hajnit, pa ju prej një gjymtyr nuk nalet prej hajnis. S'nalet. Tash ata nësë përdin me thonë të cilin gjymtyr, neve për i kalzajp. Herën e dytë, kur qohët me vjedhë, s'ja këpusin dytën dorë, po ja këpusin kontra komën. E jalojnë një në dorë me hangër. Bënë janë janit në shadërvan këtë mesele, masë në qohën këta islamofobë, në thëj polipet shëriati, normale që polipet shëriat, se e knaqët me hajni lëke. Tabi që e lypi ligjën Allahit, se unë jam musliman dhe lypi ligjët Allahit, mu kanë të une. Preja njëni dorën këqyra vjedhë më dikush, qyre më amshiren dyrt. Muhamedi alayhis salatu wassalam kohën e vetë pse një femën kishte vjedhë, Fatima al-Makhzumiyya, fisit al-Makhzumi. E qysh kishte vjedhë? Ju mirë të njerëzve bërgj, ushqim, dikuj merë mile, dikuj merë të lyne, dikuj merë krype, dikuj këtë dhe atë nevoj, e pasaj refuzon të dhe thënte, jo më rëstë kom marë kur gjohë, iftir për më qetë. Jo thështe, 1, 2, 3 atë këta, edhe erdhen dëshmitar të gjithë, atëherë u vendosë për mju prej dora. Sa du të me qenë sasije për me të prej dora? Se i ka kushtet. Nuk prehet veç hajt, ka vjedh njoni një kumëll prej dikahit, një qërshitja presim dorën. Jo, një qerek dinari. E një dinar, i përmendëm hadithi ka diku 4.3, 4.4 gram ari. 1 gram pik 1 që vjedh dikush në vlerë 1 gram pik 1 100 gramit, atëhere nëse ka vjedh, këtë shiqohet a është mentalisht i shëndosh. Ta më me morën vesh se ky pas ka vjedh ma shumë se 1 gram ari, në vlerë të 1 gram arit. Në ndy këshyri ma u budala o tamam, se nëse ka vjedh budala si prej dora, se budala aj. Me për këshyri ma o tamam, qyso mërë tamam, qëfa pozita ka hypë, o tamam. Në ndy këshyret do thot a është i moshës madhore. Nëse fëmi nuk on bëlyk, nuk merët masë. Tjera masën të shkusek. Pas të në këshyret, a ka qenë i detyrum, e ka shti dikush me e bo këtë pun. E ka mundësi që të kërcnohet dikush, shko bane këtë pun, jo e t'i vrajt a fëmijt, grunë, sendë. Edhe ky aspekt shiqohet për çështjen e ati njerët i siri ka vjedhë. Shiqohet pasuria e tij, a ka pas a s'ka pas? Nëse s'ka pas, merren në pyetje ata të cilët nuk i kanë gjetë punë dhe si kanë dhënë risk. Merret pyetje kryetari i komunës atij vendit. Pse qytetari yt mu detyru me vjedh? Pse nuk i keni një mu këti në buk? Jo mërë i kena një mu buk ka pas sa do, po do dhe një motor me pas ki. Po do këta e ata, e atëhere, merret masë. Po ashtu, sendi që ka vjedh mu kon halal. Si të ka vjedh një shishe viski si prehet dora. Ama e ka vjedh shampajnë e 200 vjetëve kushton $5.000, mërë dhe 5 milion me kushtu si prehet dora, se sendi haram nuk konsiderohet send që lejohet mu boshit blerje, e sa edhe nuk konsiderohet akt. Me bo me vjedh raki, me bo me vjedh der, me bo me vjedh send haramit, që është ndalume. E ulemaja kanë thonë edhe instrumentet muzikore hynë aty. Ka vjedh një qifteli, ka vjedh gitare, ka vjedh klarinet. Hajde hoq, hajde, fëllë gjëtash, kur ti mshej masën e dyqanëve të muzikës. Nuk konsiderohet akt që duhet mja prej dorë. Përveç hanefit kanë thonë, me bo, qafirit. Mja vjedh malin që ka halan e medveti ata, sikur mishin e derit e trakiz. Me bo atyre mja vjedh, do të mja kompenzu.
Me kusht që ai mos me dal haptas me e shit në shoqërinë islam. E shet shko shite, tjetër ka, po mos gabo me mdal mu në shoqërinë islam. Do thot, ja disa kushte, disa i përmenda ka ala, ja disa kushte, tek pas tene, thuhet tash ban mja prej, dhe kur erdhen ja qun Usame ibn Zeid ibn Haritha, që e donë të shumë Rasulullah s.a.s. ishte djali i Zeidit, që para pejgamberllëkët e kishte birë në shpirt, shpallur Rasulullah s.a.s. Atëru nërvëzu pejgamberi a.s. Tha qaja ardh, tha e marë me ndërmjetësu si gjëna, po thënë Fatimes prej fisit Makhzumi mja falë, dhe po lypin kompenzim, sa duhet po japim, aman moni se mara, qfar fiso kjo, qika kuj është kjo. U nërvëzu shumë Rasulullah s.a.s. dhe i tha, tashfau fi haddin min hududillah, apo ndërmjetëson në një urdhres për urdhresave të Allahu Ta'ala. Allah i ka urdhru ekzekutim të ke artu me thonë falja, a është e jemja kjo mesela, kjo mesela Allahu Ta'ala. Wallahi tha, kështu jenë shkatru popëj që ka që para juve. Kur ka vjetë të ta kërkojnë ndjes, kur ka vjetë të këta pasaniku, ose ai që ka pozit, ja kanë falë. Po kur ka vjetë të ta i dopti, ai që s'ka pozit, s'ka pasuni, s'ka familje me nëm, e kanë zbatu normën e Allahu Ta'ala. Kështu e shkatru popit. Sot, me bo njëni një pësen me vjetë një gjizë, këtë shtinat i 6 muj dit. Vidhe 6 milion kush shtim randa. Që shtoj ka i natë skeqin, për shka ti hine këtu, në vëlla kom vjetë një bankë, sa ti dhanë 6 muj, ty 3 vjetë, pse? Kom vjetë tha një sonë bari e kom vjetë. E tha budal, për këta s'hajnë sonë, tha, këta hajnë pare. Që do t'i hinë 3 vjetë, unë e hi 6 muj. Dhe sa Muhammed a.s. tha vallahi Fatimja, bia Muhammedit, me 5 vjetë kisha mja prej dorë, me zbatu ligjin Allahu Ta'ala, dhe ka porosit mos t'ju zajem shira në këto qështje, po zbatone ligjin e Allahut Ta'ala. Dhe thoshte një kadi Imam në Abdul Wahab il-Maliki, thoshte sa të është dora e drejt, besnike është e shtrejt. Momentin që bëhet dorë mashtruse, bëhet belesh, bëhet e pavler. Me njëherë bëhet e pavler. Kura është shtrejt dora, kur është e pastërt, s'ka vjedh, s'ka bo haram. Momentin që vjedh, edhe bën sendet haramit, Allahu Azza wa Jall e ndashkon në këtë formë. Imam Dhahabi ju thoshte, qysh më bë tobe njëri që ka vjedh. Tash njëri për shembull që ku sa koka gjunaj, koka mallkime, po prej ka dora, çka më bë? Qysh më u pendu? Unë kanë thonë shkon edhe i lyp ati personit halallëk që ke vjedh dhe ja këthen sendin e vjedh. Thuj qëto ta kom vjedh. Kjo kone joti. Shko dhe lypi halallëk ati personit. Ama ke hongër, ke bërë rrushë kumla, që me bë? Bile spaku shko dhe kërko prej ti halallëk me gojë. Dhe në momentin kur të jipet mundësia për me a këthy, shko dhe këtheja ati pasurin të cilin ja ke harqu. Allah në arrujt prej hajnis, ja Rabbi. Allah më zbëft që dur tona me prek në haram apo në malin e huj. Allah në arrujt edhe prej hakut mirazit, vlaznive dhe motrave tona. Allah i gjellëshanu se edhe kjo punë është e hajnis. Nëse baba dhe nona si ka dhonë, hisën që zhduhet e vladve të vetë, mos gabot ti pa fol me motat dhe vlaznit me marë atë hisë se i ngarkon hala ma shumë prind e tu. Fol me ta se kështu e ka nda baba, po juve ju takon se është e drejt e juj. Dhe gjdo harab tjetër që ki largo dhe kthejo atyne që e meritojnë, Allah inshallah ja u jep gjennetin, ja Rabbi. Allah na i falë në katët tona, Allah na i letësëf dhe na mundësëf të këthimin dinin ton. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum akhiru da'wana alhamdulillahi